Nisja e sezonit të ri në teatr e rikthen atë në sken, por e rikthen edhe në jetën publike nga ku ishte tërhequr prej shumë kohësh. Në një intervistë sot mes vajzash vjen aktoreja Niada Saliasi. Faleminderit Gjeta. Mirë se të gjeta zemër. Kënaqësia imja. Rikthimi për sezonin e ri artistik, por edhe rikthim në jetën publike, se prej kohësh ke munduar. Në fakt kam bërë një distancim, një tërheqje. Për arsye familjare, për mbi ngarkesë në punë, kam vendosur të rriqem. Do të flasim. Projekte plot edhe lajme të mira plot. Më vjen mirë. Mbasi të ndjekim këtë material. Që fëmi, ajo nuk e njihte botën pa ngjyra, e rrethuar nga penelet dhe telajot, me dy prindër piktor, Niada Saliasi u rrit mes artit dhe vizatimeve. Artin nuk e mësoi, por e trashëgoi dhe më pas e zgjeroi, nga pikturat te kënga, garat e bukurisë, tek fjala e folur dhe sigurisht tek skena, aty ku gati prej 2 dekadash zemra e saj rre fort. Prej 12 vjetësh, Niada është pjesë e skenës së teatrit kombëtar, ku ka ndërtuar një galeri personazhesh. Më shumë se 32 role në film dhe në teatr, nga gratë e heshtura tek ato që bërtasin për të gjithë. Ka preferuar gjithmonë të jetë larg ekranit dhe intervistave, sepse për të, skena është vendi i saj. Nga ngjyrat e fëmijërisë tek dritat e skenës, Niada Saliasi vjen në një rrëfim ndryshe. Falenderoj shumë. Faleminderit të regjisë. Një përmbledhje shumë emocionuese, Vjeta. Falenderoj shumë. Që të kthen në ato kujtimet e fëmijërisë, Niada e vogël? Po, patjetër që po. Mes ngjyrash. Pash foto të një vajze 2 vjeçare, 3 vjeçare aty, dhe sigurisht që në një kohë shumë të shpejtë unë eci mbrapa në kohë dhe më vinë në mendje kujtime shumë të bukura. Fillimisht e rritur në një familje e cila mami dhe babai kanë qenë të 2 piktor, gjysha dhe gjyshi po ashtu, të 2 janë marrë me pikturë. Nuk mund të bëja zgjedhje tjetër përveç se zgjedhjen drejt rrugës së artit. Por nuk kanë qenë ata që kanë pasur një shtys që më kanë detyruar mua apo më kanë edukuar. Ka qenë thjesht shembulli i tyre që më kanë bërë mua të ndjek edhe ti shikoj. Edhe të ndjek rrugën e artit. Patjetër që ka emocione shumë të bukura kur je fëmijë, për shembull, mbaj mend në periudhën e fëmijërisë, një nga situatat më të çuditshme është me motrën time, sepse gjithmonë të vogla ziheshim. Ajo është 4-5 vite më vogël se ti. Më vogël se sa unë. Krijonim konflikte për lodrat. Normalisht. Pastaj me rritjen pak gradualisht për rrobat, sepse Santana ka qenë çik natyrë pak më shkujdesur, do me thënë gjithë emocionin e merrte tek situatat që ndërtonte, te aventurat e tjera, ndërsa unë isha pak më korrekte dhe më e kornizuar, duke qenë edhe vajza e madhe, e shtëpisë, normalisht që vëmendja e prindërve është tek ty shumë më shumë se sa tek e vogla, ajo ka mundësi të bëjë gjërat e veta. Kam plot kujtime, do me thënë jeta artistike e imja fatmirësisht ka filluar që në moshë shumë të hershme. Me festivalin e fëmijëve. Kam qenë në Korë atje, me Pallatin e Pionierëve. Kam njohur shumë njerëz në atë kohë, figura shumë të rëndësishme të televizionit dhe të ekranit, regjizore, koreografe, të cilat më kanë ndihmuar dhe më kanë shoqëruar gjatë gjithë kohës në rrugtimin tim artistik. Kam bërë miq shumë të mirë, se unë jam natyrë paksa sociale, e dhimbshur shumë, reagoj edhe për situata që ndoshta nuk më përkasin fare, por që unë e shoh të arsyeshme për të reaguar sepse është në të mirë të komunitetit. Tek kështu. Duket sikur nuk e ndryshuar në ato tipar nga më e vogël që ishte fotografia që parë këtu tek festivali i fëmijëve, me Niadën që shoh sot. Dhe buzëqeshja është ajo që të karakterizon. Po, zemra se unë me kalimin e viteve, nëse kam bërë një luftë me veten time, ka qenë për të mbajtur të pasur atë fëmijën e vogël brenda vetes time. Nuk kam dashur kur që rrethanat, situatat e jetës, problematikat të mund të më humbin atë buzëqeshjen. Madje edhe aty ku ka qenë një situatë tragjike, jam munduar të kap
gjën më të mirë për ta zmadhuar dhe për t'i ulur vlerën negativitetit. Të ndodhur. Buzëqeshje, po dhe bukurina të njëjtën ka. Që është merit e prindërve. E mami, unë nuk kam investuar. Jo, mirë, ti ke investuar me jetën që ke bërë, pastaj me kultivimin, pjesëmarrje në Miss Albania, po ja buzëqeshja është, tash. Domethënë ai shumë sa që mbyllën syt. Edhe janë dhëmbët ata që nuk ka për të ndryshuar kur. Mendoj edhe 80 vjeça kur ti je, nuk ka për të ndryshuar kjo buzëqeshje. Ashtu qofshi, uroj që mos të ndryshoj. Jemi në vitin këtu, në vitin 2003. Në 2003-shin, pjesëmarrje në Miss, në kulmin e tyre këto evente. Po, mbasi kisha bërë disa spektakle të tjera, ka pasion një emision dikur tek TVI, një televizion. Po, e kujtoj nga televizionet e para private. Kërkohet një yll, pastaj kam qenë edhe te Pole Position, që është bërë nga Top Channel. Ishin të gjitha emisione që kishin kompeticionin mes. Do me thënë, garën. Dhe fatmirësisht, në të gjitha rastet, jam vlerësuar, jam mbajtur mend, jam puntuar, dhe ja ku jemi sot. Dhe ja ku jemi. Ka shmirë ka rrjedhur gjërat gjithmonë? Jo gjithmonë, sigurisht. Se vim të role tani, vim të... Që sigurisht, ku unë mendoj që në çdo vend ka garë dhe në çdo vend ka bryla, por kur ka dukje, kur ka duar trokitje, pra kur është kjo pjesë sigurisht që gara është, sepse është edhe xhelozia, do. Shiko Bjeta, unë mendoj që rrugtimin tënd, që ti ke vendosur dhe Zoti bashkë me ty ka vendosur, nuk ta ndërpret dot askush. Është vetëm çështje kohe. Egoizmet e gjithë secilit. Të kanë përkrahur më shumë apo ke pasur pengesa më shumë? Kam pasur dhe pengesa, kam pasur dhe njerëz shumë të mirë, të cilët më kanë lançuar, kanë folur shumë mirë pengesa për cilën sot i thua faleminderit se janë bërë më fort. Po patjetër se rritesh, domethënë kjo është dhe një mesazh që duhet të jap gjithë brezit më të ri se unë në moshë aspiron. Kur të mos heqin dorë nga ëndra e tyre, sepse gjithmonë, nëse ata e kanë fokus, Zoti vendos disa sprova për të parë nëse ti e do vërtet atë rrugtim apo jo. Dhe nëse ti e do vërtet atë rrugtim, do ta marrësh, është vetëm çështje kohe. Dhe kushdo që mund ta ndërpresi rrugën tënde, sigurisht nuk do bëj gjë vetëm se do vonoj suksesin dhe kur të vi suksesi do jetë akoma dhe më i madh. Do të jetë me zë më të lartë. Cili është ai momenti i sprovës që u vërtetua? Ka pasur për shembull raste kur më është dhënë një rol i caktuar dhe ka ndodhur një prapasken dhe ai rol më shqequr dhe i është dhënë dikujt tjetër. Ka pasur. Sigurisht jam mërzitur për momentin, por kam një parim që nuk dua t'i helmoj që Elizat e mia. Dhe është një shprehje shumë e bukur që thuhet, inati është njësoj si të pish helm ti dhe të presësh të vdesi tjetri. Në ndërkohë që unë nuk kam se. Nuk ndroj dot personin që kam përballë, kam mundësi vetëm të ndroj qasjen time në raport me personin që kam përballë. Ka që mirë je gjithmonë? Po, jam gjithmonë e mirë. Jam e mirë edhe me një qenë në rrugë. Jam e mirë edhe me një të moshuar, jam e mirë edhe me më të vegjël mosh. Më thënë, shoqëria ime janë bërë pothuajse të gjithë me fëmijë, dhe i kanë moshën 2, 3 ose 4 vjeçare. Dhe të gjithë fëmijët më mblidhen rreth për qark, dhe unë jam si njësoj me ta në mosh dhe kënaqem dhe luajmë bashkë. Domethënë kam feeling sepse rezatoj. O, zot sa modest. Jo, domethënë ti e përcjell atë energji, atë emocion të brendshëm. Dhe te fëmijët normalisht nuk mund gënjesh dot kurrë. Domethënë o e ke, o nuk e ke. Dhe një mikesh, një shoqe me fëmijë është ajo që na ka sjell këtë video mesazh. Të shohim çfarë na thot për Niadën. E ndjekim. Është fati madh kesh Niadën mikesh në jetë. Dhe këto e vërtetojnë shumë mirë vitet e miqësisë që ne kemi së bashku. Ne jemi që të vogla bashkë, kemi kaluar shumë sfida, kemi kaluar shumë rrethana të çuditshme, kemi kaluar gëzime, kemi kaluar kujtime bashkë me njëra tjetrën dhe kemi qenë gjithmonë aty për njëra tjetrën. Këtë nuk po e them për efekt kujtimi apo interviste, po sepse kështu është e vërteta. Më gëzon shumë fakti që kur vjen puna për të më bërë mua një surprizë, gjithmonë marr Niadën në telefon dhe Ana Sjelltas, kur Niada ka një intervistë për dhe duan t'i bëj një surprizë, gjithmonë marrin mua në telefon. Misia jonë është kaq e famshme, kaq e fuqishme dhe kaq e hershme, sa që e din të gjithë. Niada, të dua shumë, ti e di shumë mirë se sa të çmoj unë ty. Më merr shumë malli për ty, kur nuk takohemi shpesh bashk. Dhe më mungon shumë koha kur kalonim bashk dhe bënim namin akademi. Dy bjondet më të bukura të akademisë. Të paktën për 4 vjeçarin ton. Të dua shumë edhe pa diskutim që të uroj çdo të mirë sepse ti
super meriton. Mua. Kjo është një nga ato shoqëritë e vërteta. Do të thënë pavarësisht shkollës, pavarësisht distancës, për shkak të rrethanave dhe obligimeve të gjithsecilës, prap kur takohemi, koha ndalon dhe fillon aty ku e kemi lënë. Kështu që faleminderit shumë shpirt për gjithë. Ma pëlqeu shumë ajo dy bjondat më të bukura. Po në fakt shumë për gjithë akademia. Është vërtet. Po s'ka pasur më bjonde? Jo, mund të ketë pasur, po jo kaq të bukura. Normalisht. Zemër. Faleminderit shpirt. Dhe kthehemi, vitet kalojnë, shoqëria, gjitha ku diun, do më kanë krijuar familjen me fëmijë, siç kundër edhe ti po e thoshe, dhe ndjen veten në një çik vetëm tani? Ka nikur të gjitha këto janë shpërndar? Jo, nuk ka nikur. Nuk ka nikur. Janë aty gjithmonë. Janë atëherë kur duhen, në gëzime, qoftë edhe në situata jo të mira, të ndërlikuara, shëndete etj. Por mendoj që raporti me veten është shumë i rëndësishëm. Do me thënë, nëse ti je plot brenda vetes tënde dhe unë jam munduar ta mbuloj dhe ta pasuroj jetën time, qoftë me atë pikturën, qoftë me një këngë, qoftë me një poezi në rrjetet sociale, qoftë me një, do me thënë gjithmonë jam munduar të pasuroj shpirtin së brendshmi. Patjetër miqt janë gjëja më me vlerë që mund të ekzistojë dhe unë përtej Oltës, se me Oltën njihem në një moment më të vonshëm në akademi. Por kam miq akoma që i kam pasur që nga klasa e parë. Dhe pavarësisht rrugtimit së gjithë secilit, ne prap kur takohemi, energjia është po aty. Kështu që mendoj që raporti me veten është shumë i rëndësishëm dhe nuk të përkundrazi të pasuron. Ajo që miqtë e tu janë shtuar në familje, kanë fëmijët e tyre, e bëjnë akoma dhe më të bukur gjithë bashkimin kur ne qëndrojmë në një ambient të gjithë bashkë. Me njëri tjetrin. Megjithatë kjo ka sjellë që të kesh fokus më shumë tek puna? Po, është e vërtet. Dhe puna ime në fakt është një punë e cila do një dedikim pa afat, se nuk është se ti mbaron 8 orarshën dhe do shkosh në shtëpi dhe do qetësohesh, ti do merresh, do hulumtosh, do krijosh, do sugjerosh, dhe është një punë kolosale, është hulumtim në vetvete për të arritur realizimin e një roli në shfaqje ose në film. Kështu që nuk ka shumë kohë që është nda nga jeta Enver Petrovci, aktori i mirënjohur, që me cilin nuk e di si e quan, besoj që e ke patur nder, që e ke pasur mentor, që keni qenë së bashku në filmin Muslimani. Në të gjitha aspektet bjet. Ka qenë një njeri, o zot, se nuk flas dot të shkuarën për të. Domethënë nuk është vërtet ajo që ti e për koha e foljes, është që do duhet ta bëj këtë gjë. Ka qenë një njeri i cili përveç se një profesionist absolut në të gjitha dimensionet, një yll botror do të thosha, ka qenë një mentor shumë i mirë për mua, ka qenë një partner shumë i mirë për mua në filmin Muslimani, ka qenë regjisor absolut për ta bërë mënyrën se si ai kërkonte gjërat për ta bërë aq të thjesht, sa roli të vinte aq natyrshëm, sa ti nuk e kuptoje që po e realizoje rolin. Nuk kam fjalë për të përshkruar, ka qenë prind i mrekullueshëm. Unë kam takuar familjarët e tij, vajzat, djalin, bashkëshorten e tij. Një pedagog që ka zhvilluar brezat jo vetëm nga ana profesionale, po dhe nga ana qytetare. Para ca ditësh më doli në research një vojë që i kishte dërguar ministrit të shëndetësisë të Kosovës për gjithë procesin që ai kishte bërë në spitalin e Kosovës. Dhe i kërkonte ministrit, përtej asaj që kishte lançuar dhe kishte folur mirë për të gjithë mjekët dhe gjithë repartin ku ai ishte i shtruar të onkologjisë, i çonte një vojës ku i thoshte që ti, mjekët, infermierët, një shtet mbahet nga 3 shtylla kryesore, që do të thotë arsimi, mjekësia dhe ushtria. Po unë po ndaloj tek mjekësia, thoshte. Sepse këta njerëz shpëtojnë, sakrifikojnë, merren me ta, me pacientët në mënyrën më perfekte të mundshme. Dhe ajo që duhet bëni ju si ministër është patjetër të rrisni rrogat e tyre, që ata të mund ta bëjnë punën e tyre në mënyrën më perfekt të mundshme, pavarësisht betimit që ata e bëjnë gjithmonë.
Ta kam fjalën, gjithë këtë që edhe në atë moment prapë mendonte për një qytetar dhe një njeri i jashtëzakonshëm, që pavarësisht interesit vetë privat në raport me, nuk e ka llogaritur. Ka menduar që nëse një kauzë e caktuar duhet i shkojmë deri në fund, pavarësisht kam apo nuk kam unë interes, ai e bënte. Mund të flas ditë të tëra për kujtimet, për situatat, për shkollën që më ka dhënë, për emocionet, për pedagogjinë, për çdo gjë. Por do t'jemi ai është kujtim, brenda teje. Dua të flasim tani edhe për atë që është e ardhmja, që janë ditët fillimit tetorit dhe rinisja e jetës artistike, teatri që të rikthen me Fermën e Kafshëve. Është shumë e bukur, është shumë aktuale. Është një vepër e cila është shkruar që në vitin 1945 nga George Orwell. Unë kam personazhin e Merushës, po luaj edhe disa personazhe të tjerë gjatë veprës. Është aktuale aq sa s'bëhet. Po mundohem të shpjegoj me 2 fjalë për të kuptuar logjikën, një sinops të shkurtër. Napoleoni merr në dorëzim Fermën, eliminon kundërshtarin e vet politik dhe fillon të dhunoj kafshët për të marrë pushtetin dhe për t'i mbajtur të trysnuar. Kjo fatkeqësisht po ndodh në të gjithë botën. Ne lexojmë lajme pafund, situata pafund të tilla ku për pushtet njeriu nuk pyes ka. Dhe pikërisht George Orwell në këtë shfaqje ngre, si thua, në simbolik të gjithë këtë situatë që faktikisht edhe që ti rezistoj një vepër gjithë kësaj kohe që nga 1945 dhe tjetë po kaq aktuale, do të thotë që ai autor është shumë i madh. Pastaj puna me Driada Dervishin si regjisore, me të gjithë kolegët e mi, ka qenë e jashtëzakonshme. Është bërë një punë, ne punonim diku tek 9 ose 10 orë gjatë ditës, intensive, ka lëvizje, ka këngë, ka mizanskena dinamike, është një shfaqje spektakël. E di mirë kush e ka parë, se ka pasur, por shumë veta kanë ardhur e kanë parë 2-3 herë shfaqjen. Se kjo është një flasim, po për ata të tjerët, po. Sepse shfaqja ka hyrë në repertor dhe të gjitha herët, është për të përmendur të gjitha herët që është dhënë, ka pasur një shikueshmëri absolute dhe salla ka qenë sold out. Domethënë dhe komentet në rrjetet sociale, të gjitha gjërat kanë qenë absolute. Dhe për më shumë, ne në këtë shfaqje kemi diellën. Aktoren e mrekullueshme Anila Bisha, e cila kësaj here nuk është në rolin e diellës, por është në rolin e tërfiles. Okej, thash se mos kishit bërë ndonjë përditësi. Jo. Kështu që është një staf i mrekullueshëm, është një punë kolosale, shfaqet në data 2, 3 dhe 4, 5 në Teatrin Kombëtar në orën 20. Jam e bindur për këtë, nuk është nga ato shfaqje që duhet i bësh reklam që të eci. Është thjesht nga ato shfaqje që duhet ja kujtosh njerëzve që të vinë ta rishohin. Mos i humbasin mundësitë për ta ndjekur. Kështu që ti rikthehesh në këtë jetën artistike, sikundër edhe në jetën publike. Në ndërkohë, paralelisht me shfaqjen fillojmë dhe provat për projektin më të ri të Teatrit Kombëtar, Deti i Thellë Blu me regjizore Rovena Lulen. Dhe me një kast mrekullueshëm aktorësh. Që do të jetë normalisht pas pak kohe. Dhe përmbetur se jemi edhe në minutën e fundit, te kjo që e thash, pra rikthimin në jetën publike, gjithmonë nuk kërse e ke tentuar, e ke dashur këtë vëmendjen, më e tërhequr, më... Po sepse mendoj që periudha që jam tërhequr është periudha e duhur. Sot ka shansin çdo kush të jetë në televizion, qoftë edhe me një video në TikTok. Dhe kam vendosur të rinë në heshtje dhe të flas me punën time në hapësirat në kinema edhe në teatr. Dikur bjeta televizioni ka pasur disa filtra shumë të fortë. Unë mbaj mend, domethënë kur kemi filluar, kemi bërë audicione mbas audicionesh, nuk e fitoje, bëje prapa audicion. Nuk kanë pasur disa sita, nëse mund ta quaj kështu, derisa ti të mund të shfaqesh në ekranet e televizionit. Sot, me ndryshimin e kohës, dhe e përqafoj këtë gjë sepse kjo është rutina, kjo është jeta, ka ndryshuar qasja dhe unë pikërisht në këtë qasje kur njerëz ndoshta pa ndonjë kontribut shumë të madh në hapësirat caktuara, bëhen viral, unë kam vendosur të riqe. Po të roqet?
ja lini vendin. Po t'jeni ju, është vendi i zënë dhe krijon standardin. Mirë, po ka pasur edhe arsye të tjera pastaj personale, personale, kjo lidhet me natyrën tënde, por ka edhe arsye të tuat pastaj që kanë bërë të riqesh. Të cilat kanë kaluar? Nuk e di, a jam autorizuar për ta thënë këtë gjë, sepse është e një familjari tim dhe nuk e dia do donte që unë t'ja thoja këtë gjë, po bëhet fjalë për një smundje, e cila është, besoj, po prek gjërësisht fëmijët e vegjël, leuqemia akute, dhe arsyeja pse zgjedh ta bëj publike këtë gjë është vetëm një gjë, për t'i dhënë motiv të gjithë atyre që po vuajnë aktualisht raporti me fëmijët e tyre me këtë smundje, ti them që në 98% të rasteve kjo smundje sot është e shërueshme. Është një proces i ndërlikuar deri në momentin sa të shërohen fëmia, por në fund në 98% të rasteve është negativ në gjuhën e mjekësisë dhe pozitive për të gjithë ata që na shikojnë. Kështu që mos t'i humbin shpresat, të mbajmë psikologjinë lartë, se është shumë domethënëse, si të fëmijës dhe tyre, dhe uroj sa më larg fëmijëve smundje të tilla. Po jo vetëm fëmijëve, të gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Praktikisht, domethënë sa më larg të jenë aq më mirë është. Uroj që të jetë ka kaluar, se u bë tashmë gati 2 vite, ka kaluar. Më vjen mirë. Dhe buzëqeshja jote të vazhdoj, ë? Faleminderit, Bjet, faleminderit. Jo për hir të buzëqeshjes, por që të vinë natyrshëm, pra që ti jesh e gëzuar. Të uroj shumë suksese Niada dhe gjithë trupës normalisht, qoftë për shfaqjen në ferma e kafshëve, qoftë për të tjerat që po punoni. Jeta artistike na bën mirë të gjithëve. Faleminderit zemër, faleminderit për ftesën. Të uroj shumë suksese. Shkojmë ndërprerje publicitare, pas pak do të jemi me 2 shok për kokë. Po është djalë dhe vajzë, mbas publicitetin pjesën e tretë.